Evropa po dërgon një mesazh të qartë se nuk ka përparim derisa të përmbushen kushtet dhe kjo përfshin ndryshimet kushtetuese. Kështu tha sot kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, duke shtuar se raportuesi për RMV Thomas Vajs dha kritika të qarta për këtë qeveri për bllokimin e rrugës europiane të Maqedonisë. Vajs eksplicit noveli. Vajt se vetëm e konfirmon atë që qytetarët e ndjejnë çdo ditë. Kjo qeveri nuk dëshiron të jetë në BE, sepse dëshiron kontroll partijak mbi institucionet, sepse dëshiron media partijake, sepse dëshiron gjyqësor partijak dhe sepse dëshiron burime shtetërore që do të përdoren vetëm për tendera partijak. Ai thekson se kryeministri po mundohet ta mohojë realitetin dhe kritikat të cilat vijnë nga Europa, por faktet janë të qarta, duke përmendur deklaratat e raportuesit Vajs. Filipçe akuzon qeverinë e Mickoskis se, siç thot, përderisa e pengojnë përparimin evropian të vendit, funksionarët e tyre pajisen me pasaporta bullgare. Zato mladите si iselуваат од земјата. Derisa e bllokojnë rrugën europiane, gjysma e VMRO-s përfshirë edhe bashkëpunëtorët më të ngushtë e kryeministit kanë pasaporta bullgare. Ky është patriotizmi i tyre i rrem. Ata gjoja mbrojnë identitetin e tyre, por privatisht marrin pasaporta bullgare europiane. LSDM thot se mbetet e përkushtuar në rrugën europiane dhe se nuk do të lejojnë që Maqedonia të jetë zor qore e Ballkanit vetëm që Mickoski dhe VMRO të vazhdojnë të vjedhin.